Çka është më e dëmshme për fëmijët, ndarja e një martese keqe? Për mu, sinqerisht unë mendoj që martesa e keqe ku jo funksionale, dhunë, represion të vazhdueshëm, kërcënime, sharje, ofendime, i bën fëmijës më dëm se sa divorci, edhe pse divorci është shumë i rëndë. Divorci është shumë i rëndë, mirë po thjesht më vonë gjërat pastrohen. Fëmia përjeton rënd, ka me përjetu të njëjtën rënd, ka me qenë i paragjykum e gjërat e tjera, por do ta ketë nuk i shep prindët e vet çdo ditë tu shoh mes veti, tu pas dhunë fizike, ajo ju mbetet në kujtesë, pra thjesht është një traumë që mund të reduktohet, po jo të fshihet komplet. Cila është kriza e moshës që po divorcohen më shumë çiftet? Ka qenë, sipas statistikave ishte 25-35. E pas na kaluam krizën? Unë e kam kaluar. Me 36. E kaluam sukses shumë. 25-35. 35, po. Edhe pse tek femrat është edhe të më e re, domethënë deri 23. Mundet me shku edhe deri 23, por gjithsesi divorci është një diçka që duhet me ndodh kur nuk ka ku shkon tutje. Po jo të ngutemi me njëherë, se shpesh edhe kjo krenaria tepër, kjo ego personale, edhe gjërat e cilat na vinë që mundesh me gjetë grua dhe burr, po prind nuk mundesh me gjetë. Është edhe një prej indikatorëve që na mban ajo krenaria. Mos u ngutni, mos i ndëgjoni të tjerët. Konsultoni, pushoni pak,